Vrasja me shpërthim të telekomanduar e 67 vjeçarit Hysni Ymeri në Shkodër më 29 dhjetor të vitit që lan pas, ka çuar në arrestimin e 4 personave të dyshuar. Policia e Shkodrës njofton se ka finalizuar operacionin e koduar Shadows dhe ka vënë në pranga autorët e dyshuar të ekzekutimit. Konkretisht në prangat e policisë janë vënë Gerti Bushati 27 vjeç, Ergys Ibrahimi 27 vjeç, Edison Hasaj 25 vjeç dhe Gjergj Zefi 24 vjeç. Gjëria ndodhi në lagjen Manush Alimani, në momentin kur Ymeri sapo kishte mbërritur në hyrjen e pallatit për të ngjitur në banesën e tij në katin e 4. Shpërthimi i tritolit të vendosur në panelin elektrik i mori jetën në vend. Sipas policisë, autorët dyshohet se kanë përdorur lëndë eksplozive me telekomandim në distancë dhe kanë vepruar në bashkëpunim kundrejt pagesës. Sipas hetuesve, janë siguruar provat që lidhin 4 të arrestuarit me organizimin dhe ekzekutimin e shpërthimit, por ende nuk ka një motiv për këtë vrasje. Një nga pistat e hetimit është dhe ajo e gjakmarrjes. Në të kaluarën rreth familjes Ymeri është raportuar për një histori gjakmarrjeje të viteve 90 ku vëllai i viktimës vrau shefqet Çekoren, ngjarje pas së cilës dy familjet raportohet se janë pajtuar. Në ditët para vrasjes në Shkodër kishte ardhur dhe djali i viktimës, i cili jeton në Zhvendit dhe ka deklaruar se familja nuk ishte marrë kërcënime apo ishte përfshirë në konflikte. Autoritetet nënvizojnë se të gjitha pistat mbeten të hapura deri në përfundimin e plotë të hetimit. Gjatë kontrolleve procedurale janë sekuestruar 28 celular, një automjet Mercedes-Benz, municion luftarak, sasi lëndësh narkotike dhe kokain, pajisje gjurmimi GPS, kamera sigurie, rroba të përdorura nga autori dyshuar si dhe një laptop, materiale që do të përdoren në vijim të hetimit. Policia bën me dije se puna hetimore vazhdon për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë të mundshëm dhe për sqarimin e plotë të motiveve të kësaj vrasjeje.